Të nderuar qytetarët Pogradecit, në fakt sot më bëhet zemra mal që jeni bashkuar një kauze mbar kombëtare për sa i përket cënimit të pronave private, cënimit të hapësirave publike, cënimit nga investimet të pakontrolluara. Patjetër të gjithë shqiptarët një zëri së fundmi kanë diskutuar dhe kanë artikuluar në sheshe të ndryshme të vendit tezën që Shqipëria po jepet të huajve në këmbim të asnjë fitimi. Nga ana tjetër të gjithë shqiptarët sot po vuajnë nga arroganca e madhe shtetërore, nga mungesa e opozitarizmit, nga mungesa e formave të ndryshme të pjesëmarrjes në vendimarrje. Të gjithë ndjehen të papërfaqësuar, sidomos në momentet më kritike kur prona e tyre i cënohet. Ne kemi parë bashkombas tan, qytetarët tanë të cilët janë të rrequr zvar nga individ të cilët në mbështetjen e qeverisë apo në mbështetjen e investitorëve të ndryshëm kanë të rrequr zvar qytetarë të lirë të këtij vendi dhe në fakt kjo kaos vjen pikërisht në këtë kohë pa gjurime politike. Të gjithë qytetarët janë në shes sot për të shprehur pakënaqësitë e tyre që fillojnë nga mos respektimi të drejtave bazë. Në fakt, Pogradeci është bashkuar, ka një numër të konsiderueshëm, patjetër që ndërgjegjja qytetare do të ishte të kishim akoma më shumë, por sot një zëri do të themi që Shqipëria është e jona. Bravo ai! Shqipëria është e jona. Sot shoh shumë pankarta, të cilat lidhen me problematika të ndryshme, duke nisur nga paketa e maleve, duke nisur nga investimet të cilat synojnë t'i prishin autenticitetin Pogradecit, të cilat synojnë t'i bllokojnë frymarrjen e këtij qyteti, duke nisur nga qendra e qytetit pak metra më larg e duke vazhduar deri në Drilon. Janë investime të cilat kryhen sa nga të majtët dhe nga të djatët, ndërsa qytetarët e Pogradecit priten të jenë të izoluar dhe të gjithë të frymë. Ja, është majta dhe djata vëlla. Ja janë. Sot të gjithë qytetarët një zëri thonë jo këtyre investimeve të cilat glabrojnë interesin publik. Askush nga ne këtu nuk është kundër zhvillimit, askush nga ne këtu nuk është kundër investimeve. Të gjithë jemi pro që të gjitha investimet jenë konform me natyrën, konform me të gjitha standardet, duke ditur që ne kemi dhe një perlat e UNESCO-s të mbrojtura. Në fakt, e vetmja gjë që sot mund të themi është boll. Unë nuk dua të flas shumë për sa i përket kauzës. Sot, në fakt, pati disa tentativa për të bojkotuar dhe aktivitetin. Tentuam deri tek prerja e energjisë elektrike që mos furnizohej fonia deri por sot dua që ky mikrofon të jetë të gjithë qytetarëve që të shprehin të gjitha shqetësimet e tyre që kanë. Dihet që protestat kanë nisur nga Pogradeci, është nisur një peticion për t'i thënë stop kullave. Nga Zaborçani banorët kanë dalë në protestë për t'i thënë stop dhënies së tokave të tyre për investitorët strategjik. Nga Çorava po ashtu, nga Mokra po ashtu. Të gjithë sot jemi mbledhur një zëri. Unë po ja fjalën të gjithë dhe sipas dëshirës kush të dojë le të afrohet, nuk duhet të centralizojmë gjithë fjalën. Sot secili pa simbole partijake, Shqipërinë të parën, të vi dhe patjetër që ka mundësi të flasë. Më kujtohet kjo batuta interesante. Nga Zvërneci deri në Rjoll, gjithë Shqipëria sot thot boll. Nga Zvërneci deri në Rjoll, gjithë Shqipëria sot thot boll. Nga Zvërneci deri në Rjoll, gjithë Shqipëria sot thot boll. Atëherë po jap fjalën një miku tim, bashkëqytetarit ton, i cili ka artikuluar dukshëm problematikat komunitare, shpeshherë është pjesë e protestave, Arbër Males, i cili njëherë është antar i Këshillit Bashkiak, por sot nuk është në këtë detyrë, sot është qytetar si gjithë ne. Atëherë, përshëndetje të gjithëve, më vjen jashtëzakonisht mirë që Pogradeci mbas shumë vitesh rikthejnë qytetarët e vet në shesh. Rikthejnë qytetarët e vet në shesh për të protestuar, për të kërkuar të drejtat e tyre të mohuara,
për të kërkuar më tepër mundësi dhe sigurisht që kjo nuk është gjë e vogël. Sigurisht sot ne kemi pasur tentativa për ta sabotuar, por nuk dua të ngelem këtu. Unë prej 3 vitesh si antar i Këshillit Bashkiak kam artikuluar mbrojtjen e hapësirave publike. Kam artikuluar që të mbrohen zonat e mbrojtura. Siç është Tushemishti, një ndërtim i cili ka dalë gjithashtu prej muajsh që qarkullon, është ndërtimi mbrapa kurrizit ton, i cili nuk e zhvillon sipas pikpamjeve tona, por që do ta mbrojnë më pas edhe specialistët e fushës, por e dëmton qytetin ton, sepse nuk i përshtatet arkitekturës, kulturës dhe traditës pogradecare. Gjithashtu, një tjetër fshat i cili është vendbanimi më i vjetër në Europë, si është fshati Lin, gjithashtu pritet që të ndërtohen rezorte luksoze. Nëse ne do ta lejojmë, sigurisht që ato do të realizohen. Prandaj ne duhet të qëndrojmë të gjithë të bashkuar si pogradecar për t'i thënë jo ndërtimeve pa kriter, jo betonizimit të Pogradecit. Pogradeci është njohur dhe është quajtur qyteti i luleve. Dhe tani edhe pak mund ta quajmë qyteti i betonit. Më thoni pak, nëse do ishte i madhi Lazgush Poradeci, a do t'i shkruante betonit, a do t'i ishte krenar për këtë që po i bëjmë qytetit ne apo jo? Nuk dua të zgjathem më tepër, ka shumë të drejta të mohuara në qytetin tonë. Në vitin 91 unë kam qenë 6 vjeç. Dhe politika e atyre viteve, me sa unë mbaj mend, premtonte rrugë, ujë, drita. Tani fëmijët e mi arritur dhe përsëri nga kjo politik 30 e sa vjeçare dëgjojnë ujë, rrugë, drita akoma. Dhe është e turshme që ne si shqiptar, të cilët aderojmë në Bashkimin Evropian, të diskutojmë akoma ujin, dritat dhe rrugët. Mjafton dhe ta dëshmojnë të gjithë në zonën e Mokrës, në zonën e Gorës, kemi probleme gjithashtu në shkatërimin e pyjeve, të lumejve, të kullotave blektorale në fshatin Sharav apo në Zagorçan. Të gjitha këto janë arsye për të protestuar dhe për të dalë her pas here për të kërkuar të drejtat tona të mohuara. Shumë faleminderit edhe një herë, jam krenar për të gjithë që kanë dalë këtu. Dhe dua t'ja jap fjalën, nuk e di kush do të dëshironte, por kemi, nuk e di, mes nesh, nëse është Gjergji Ilo, jo, mungon, një prej profesor Lazi. Një nga figurat e lidera të sportit pogradecar, profesor Lazi Gëçalli. Përshëndetje të gjithëve. Unë si pogradecar i hershëm jam ngritur që në protestën e madhe dhe kam udhëhequr protestën e madhe të vitit 91. Dhe normalisht nuk kam qenë asnjëherë në asnjë forcë politike, po kam qëndruar me shoqërinë civile dhe vazhdoj të jem përsëri me të. Në radhë të parë unë ju përshëndes juve që nuk jeni pak për mua, jeni shumë. Dhe shikoj më tepër rini. Ju bie në gjunjë përsa i përket asaj që ne nuk e kemi arritur dot. Kam luftuar, kam bërë protesta, kam bërë greva urie, por nuk kam arritur dot qëllimin final. Dhe kur shikoj sot që një rini
e zjartë e ka marrë në dorë dhe jo vetëm Pogradec, po faleminderit të Pogradec, ka marrë përsipër që ta udhëheqë këtë lëvizje në gjithë Shqipërinë, mua mbet zemra mal. Dua të ndalem vetëm për qytetin e Pogradecit, për momentin përderisa ne jemi këtu si Pogradecarë. Unë shikoj rreth e rrotull që pronat rreth Pogradecit, Kurorës, Gështenjat dhe Kalaja, që ka qenë pronë e prindërve tanë, dhe mendoj që t'i gëzoni ju tash i fëmijët tanë ato prona. Dhe nuk është bërë asgjë, as me kadasën, pa parësi se ne kemi bërë kërkesa si qytetarë, nuk është marrë në konsideratë dhe vazhdojnë të mbajnë ashtu që t'i përdorin për projektin e madh të maleve, të projektit të maleve. Që unë nuk jam dakord me të, t'i marrin pronarët që i kanë. Dhe ta kalojnë përsëri në bukurinë më të madhe që ka pasur Kalaja e Pogradecit. Njëkohësisht shikoj që pjesa e vilave mbetet akoma ashtu që të gjenë mundësinë për ta zaptuar atë, për ta kllabëruar dhe jo ta kalojnë në një qendër rekreative të rinisë. Edhe qyteti i Pogradecit. Kështu që ka vend shumë për të kritikuar dhe për të ndenjur në ballë të punës që ne t'i krijojmë mundësi dhe juve të rinjve që ta gëzoni vendin tuaj, qytetin tuaj, Shqipërinë. Edhe unë që po flas këtu, një djalë kam në emigrim. Një djalë tjetër e kam pa punë, ndonse është javë profesionalisht. Kjo tregon që si fëmijët e mi, jeni dhe ju gjithë të tjerët, që duhet kërkoni drejtën tuaj dhe pse jo, Pogradeci, qyteti i luleve, mos betonizohet, por të mbetet përsëri qyteti i luleve. Faleminderit gjithëve dhe mua më keni në krah për sa kohë protesta do vazhdoj deri në përmbysje. Qoftë forcat politike na kanë marrë më qafë për 35 vite rresht. Kështu që vazhdoni luftën që ata duhet të largohen dhe një shoqëri tjetër duhet ta marrë drejtimin. Vëllezër e miq, bashkëqytetar, fillimisht falenderoj Zotin, i cili na ka krijuar këtë vend të mrekullueshëm dhe ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Për Zotin nuk shikoj fytyra më të shkëlqyera dhe më të bukura. Por sikurse jeni juve dhe ne, unë betojmë tek Zoti se ka dhe shumë fytyra të bukura në qytet që e duan qytetin. Ne jo se e duam qytetin, por ne e dashurojmë qytetin vallai. Sepse ndoshta mund të largoheshin, sikurse ndoshta shumë janë larguar dhe një pjesë e mirë janë larguar nga e keqja, nuk janë larguar nga e mira. Unë gjeta kohën të dal jo si hoxhë i qytetit, dhe si hoxhë po, sepse na vjen të gjithëve për Zotin e qytetit. Por fillimisht kam dalë si qytetar, si pjesëtar i këtij vendi të bukur dhe të mrekullueshëm. Po na hidhet mbalt të mbi neve kur thonë dhe është paturpsia me e madhe përse dalin fetarët, përse ngatërojnë me politikën. O vëllezër e motra, në momentin kur dashakeqësit e njerëzimit e ndanë në politikën nga feja, atëherë erdhi shkatërimi i çdo lloj vendi. Sepse nëse dua të bëj një krahasim dhe të them, nëse kombi edhe vendi i ngjason trupin, feja është shpirti. E nëse do t'ja heqë shpirtin, një trupi ka mbaruar dhe ka vdekur. Edhe njerëzit sot atë po bëjnë në të kiqin të liqtë. Ore ne votën a i duan. Dhe kur vjen zgjedhjet, vjen dhe na përullen këta shërbëtorët e popullit, këta shërbëtorët e popullit, që sot nuk ju merret vesh se sa vina, kur do marr. Dhe na tregojnë të ndershmin, duan të na prekin në sedër. E mos a ju jeni fetar, nuk duhet, ore vëllezër edhe motra. Ne të gjithë fenë kemi personale, dhe për Zotin e vërtet, pa fe nuk u ka dhe, pa fe nuk u ka familja, pa besim nuk u ka njerëzillëk. Është një thënie e bukur që ka ardhur nga popujt e mëparshëm, kur nuk u ke turp, bëj çfarë të duash dhe turpi është. Feja vëllezër është personale, ndërsa kombin e kemi të gjithë për Zotin. Dhe për kombin na dhejmë të gjithë dhe të punojmë të gjithë dhe të gjithë të sakrifikojmë për Zotin. Prandaj të mos ja ulejmë këtyre të na broçkollitin se ashtu. Ne i kemi vëllezërit tanë, se ata janë vëllezërit tanë, janë shokët tanë, janë miqtë tanë, ne nuk kemi gjë me personalitetin e tyre. Ne kemi me pozitën se njeriu karakterizohet nga dy gjëra dhe ata duhet ta dinë shumë mirë vëllezërit tanë, edhe ne duhet ta dinë shumë mirë. O vëllezër, neve të gjithë
na karakterizojnë dy gjëra, si njeri dhe si profesionist. Si njeri ti mund t'jesh i shkëlqyer vëlla, ama profesionisti ke në hak profesioni. Imagjinoja, duhet të dyja të ecin paralel, edhe njerëzillaku, edhe profesioni. Prandaj kur ta kapësh një punë, është edhe prej besimit, ta bësh atë punë që di të bësh më mirë. Neve nuk na vjen mirë për Zotin që na largojnë vëllezërit tanë, fëmijët tanë jashtë shtetit. Përse? Sepse ajo, përse i ka rritur prindi ata? Prindi na ka lënë me shtëpi, me të gjitha, me toka, dhe ne sot po i përzem. Pse? Është shumë paradoksale vëllezër e motra. Të shikosh sot që po ndodh realiteti dhe këta na tregojnë në pralla. Kush është ky realiteti i dimshëm? Ore kur e merr një të riun ton dhe i thua kamarier, po, 350.000 lekë. Ja 400. Siguracioni nuk e dim se është shumë i sigurt, themi se i paguan. Po kur të shkon një ditë të bukur ky aty për të kërkuar sigurim, ndoshta s'ja ka paguar. Asnjëherë nuk kemi përgjegjësinë. Ndërsa është paradoksale që sot po merren punëtorë aziatik apo indian apo afrikan, ç'rëndësi ka? Nuk dua ti përbus, kushdo që të jetë. Ama shikoj pak paradoksin. Ju jepe 600 euro të sigurt të roga. Tetor punë, një ditë pushim, 22 ditë pushim vjetor. Imagjinoa, këti personi, ndërsa një shqiptari i jepe 300-350.000 lekë, siguracion jo, ndoshta se dim, ditë pushimi s'ka shans që ky person ta bëj. Më thoni vëllezër e motra, nëse ndonjërit prej jush do t'i afroshin 600 euro kamarier me tetor punë dhe kur të doj pushimin aja? Kush ishte ai person që s'do vinte të punonte kamarier? Të gjithë do vinë, edhe unë i pari do vija të punonja tetor vëlla. E do ta bëja një ditë pushim, edhe ti kisha të sigurta. Dhe tjetër vëllezër e motra, të shikojmë qytetin që na shqetëson të gjithëve. Ne kemi zbërnecin këtuja për Zotin. Ne na vjen qytetit ton. Shikoj gjëja kryesore, ne jemi këtu përballë dhe rruga kryesore para bashkisë është skandal. Është skandal, është turp, është paradoksale. E dyta, më thoni kur hyni në Korçë, nga çu rrugë do hyni për në Korçë? E zgjidhni rrugën, jo, hyni nga të doni vëlla, nga të gjitha rrugët. Shkoni në Elbasan, hyni nga të gjitha rrugët. Shkoni në Tiranë, hyni nga të gjitha rrugët. E në Pogradec është anti-qytetare që rruga me bukur panorama e qytetit ti e ke bërë blok atje vëlla. I ke vetëm për dalje të ikin ti përcjellësh. E nëse nuk ndryshohet të vijet ore të hyet që nga Tirana, të hyet rruga që është e shëtitore së vëlla. Kur të vijë tjetri të gjitha bizneset do kenë frymarrje, do ta shohin qytetin me bukurinë që ka. Një paradoks tjetër është, ta shikojmë këtu është bukur vëlla, është perlë. Ama sa të kalosh pak më majtas të largosh bustin, mbas bustit të largëzgushit, do shikosh këte o vëlla, fera, bari pa prerë. Ajo është pjesë e qytetit o vëlla. Po të shikosh vilat, frymëmarrja e qytetit, është mushtria e qytetit, është turp. Deri tek vilat, deri tek një maje kemi bukur. Vilat andeja janë bari pa kositur të hajë gjarë prej. Imagjino, ajo është frymëmarrja, është mushtria e qytetit. Po nuk është tona, është privat, o vëlla. Edhe unë kam shtëpinë time se jemi pogradesar të vjetër, mund atje ku e ka bami në era. Shtëpinë atje kam të vjetër. Ama erdhi pushteti që ishte, tha jo do bëhet parku i qytetit, u bë parku. Edhe unë se dua sot. Se do bëhet parku i qytetit. Dhe këtyre të vendoset ora. Kjo është mushtria e qytetit dhe s'ka, nëse dikush 2-3 veta e kanë tokën, kompensoj dhe lere parku i qytetit. Unë kaq kisha vëllezër. Kjo protestë të vazhdojnë, sepse për Zotin, nëse ne nuk do vazhdojmë, do t'ja ngejmë punin në qafë këtyre. Shqipëria është e shqiptarëve dhe nuk është e trodhtarëve. Zoti e bekon Shqipërinë, Allah ju ruaj të gjithëve e Zoti ju nderoj. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Po uftoj profesor i cili ka pasur një artikulim shumë të drejtë për sa i përket parkut të qytetit, një nga zonat më të rëndësishme dhe më të dobishme të qytetit, një nga zonat më të bukura. Profesor Iloja ka pasur mundësinë për ka pasur mundësinë për të artikuluar ndër të vetmit në Pogradec mënyrën se si duhet të zhvillohet ajo zonë. Profesor Pirua nga ana tjetër ka dhënë një nga alternativat që ai park të qëndrojë ashtu siç është,
të mos ndërtohet dhe mos betonizohet. Unë do t'jap fjalën sepse kemi shumë kënaqësi dhe nder që ta kemi paktën një nga figurat më të rëndësishme dhe më dinjitoze për Progradecin. Faleminderit që keni ardhur. Në fakt unë po më vendonja të shkoj një ditë në poshtë në protestë, edhe kur më morja mendje në telefon ishte vërtet diçka shumë e mirë. Edhe jam shumë i kënaqur të këtu shikoj të rinj, të mi, edhe plejt, të mulën aty që po rije po dëgjon. Edhe kjo protestë vërtet është mbase shumë e vonuar, ne do të ishim vitë më parë. Që në fillim që kur ky Progradec në pretekstin e ndryshimit po shkatërrohet. Që në momentin kur u shkatërrua turizmi në Progradec. Që në momentin që u shkatërroi tipërimi në Progradec. Para disa ditësh pash një emision të viteve 80 ku pretendohet që Progradeci ishte qyteti më i qeveruar në Republikë me rreth 25 metra katror qeverim për frymë. Sot ku jemi? Në kjo se gjitheni nga Kalaja, shikoni vetëm një prezë të gjekur që është Hans Liçeni, që dhe ato prezën e gjekur duan të na e marrë. Dhe në pjesën mbi Liçen është komplet beton. Nuk ke shikon gjë tjetër përveç se gri me beton. Dhe Liçenin duan të na e marrin, duke na e hirzuar. Ma të godinat e shëmtuara që duan të ndërtojnë, ata nuk bën gjë tjetër veç se na e prishin Liçenin. Na e prishën e turizmin. Sa aq idiot janë ata që e kanë projektuar atë, sa nuk e dinë që dielli është në krahun ku jemi ne këtej. Dhe plazha në Madam do jetë vetëm një hije, që nuk do kenë as turista as jetë. Përveç se do shkatrojnë çdo gjë. Do e tham pa më parë dhe Oza që vetëm këtu përpara e kemi ne gjelbërim. Dhe gjelbërimi ekziston vetëm përpara bashkisë. Vetëm 50 metra mandej është një katraur. Aty ku ka gjarprinj. Kam parë unë gjarprinj. Kam vrarë unë gjarprinj atje. Dhe të gjithë thonë që është prona private të bëjnë çfarë të duan. Po jo, se është ajo pronë, është pronë e qytetarëve. Nuk është pronë private. Pse shteti nuk më lejon mua që të bëj çfarë duan në shtëpinë time? Dhe është ndaluar që unë pronën time të mbjellëtroj. Kurse ai të bëj çdo të shkatërrojë të qytetin, se është pronë private. Është vërtet shumë skandaloze në ata populatotit. Po kush e ka fajin? Ne kemi fajin apo bashkia që nuk punon? Aty është qendër droge. Kush e ka fajin? Ne apo policia që nuk bën detyrën e saj? Po shkatroi komplet turizmin. Turizmi është e ardhmja e thonë. Po me cilin turizm? Turizmi është për qytetarët. Si do t'i vinë në Shërbim të qytetit. U shkatruan tushemishtit, ja morën tokën. Një koncept që është në bujësi dhe në turizmin është produkte me kilometre zero. Do të që turistët të vinë të marrë produktet e freskëta. Atyre ja morën tokën, ndërtën pallate. Me çfarë do ushqejnë këta turistë? Me tomatën që do vinë nga Turqia, apo me fasullin që do vinë nga Kazakistan? Po jam të shpota. Po ja marrin tokën fermerëve, po ndërtojnë në panele diellore. Çfarë po fitojnë ne nga panelet diellore? Dhe dëgjova që do shteti ka fitim vetëm 2% të prodhimit, çdo do të kjo. Që ne të vazhdojmë të blejmë energjinë elektrike në shtrenjtë gjithë të tjera. Jam dakord të prodhojmë energjinë në panelet diellore, por ama të kemi ne energji më të lirë. Po shkatrojnë hyrë me qëllim për të ndërtuar resorte që atë ndërtojnë. Po shkatruan të gjithë lumenjt me qëllimin e prodhimit të energjisë dhe sot fermerët s'kan nuk për të ujtë. Prandaj unë do të them larg duar nga liçeni tonë, larg duar nga Progradeci, larg duar nga tokat bujqësore. Hajde zotri, më tha jam nga zona e Mokrës,
kemi shumë probleme atje. Të dashur qytetarë, fshatarën që kanë mokrarë, zona ime e fshatit Kalivaç, komuna e Trebinjës, e ka zaptuar tokën rruga që u veç qumës qaplot, dhe pa një shpullim nuk ka dhënë fare. Prandaj qeveria këtu të merr gishtin kokës dhe të shpërblejë toka që na shkatërroi. Këtë kam unë dhe u falenderoj të gjithë që morën pjesë dhe tërë shqiptarët janë në tërë botën e ngritën flamurin e kombit shqiptar. Ardërini Vimillari është një aktivist tjetër progradecari i cili artikulon teza të ndryshme për sa i përket mirëqenies qytetarëve. Në fakt, përpara se të filloj Ardërin, do më falësh vetëm për një parantezë shumë të vogël. Nga fëmia në karrocë dhe deri tek i moshuari jemi sot në shesh. Pa ti tregojmë pak këtyre sa vete jemi. Sa? Ramapur, Berishaburg. Dalin gishtat e dorës po. Përshëndetje një herë. Përshëndes në radhë parë protestuesit e Tiranës dhe ju pogradecarët që u bëtë dhe i dha emër qytetit tonë në këtë ditë. Unë në përveç atyre parafolsve të mi do kam për të shtjelluar dy probleme. Qytetit tonë është qyteti më i varfër në të Republikën. Krahasojmë me pranjësit. Ideja tjetër është që qeveritarët e kanë synë të tjetërsojnë dhe ato tokat e atyre fshatarëve të Zagorçanit e të tjerë. Po, pyesni një herë, si janë pensionet? Pensionet më të dobta që kemi janë po të pensionet e minatorëve, po pensionet e qytetarëve, po të gjithë. Dhe ju jep nga 5.000 lekë dhe 8.000 lekë shtesë për tër vitin çdo muaj dhe thotë i ngritën pensionet. Jo zotëri. Zoti kryeministër, ne duam të vëmë në Europë me paga të larta. Ne duam me 500.000 lekë rrogë për minatorin. Ne duam që minatorit të jepen status. Dhe këtë status e keni në dorë ju. Këta qeveritarët, kur vinë këtu, përmendin, ne punojmë për qytetarët. Në çfarë punojmë për qytetarët? Më thoni një lla për Pogradesin. Bizneset nuk u kanë punëtor. Ku janë punëtorët? Ikën. Kanë ikur. Atëne pse të kemi ty që të na qash hallet tona? Kjo është ideja. Dhe më në fund, do të dëshiroja edhe një gjë tjetër ta ngrem midis juve që është problem imediat. Ne na i komandon ambulancën Tirana. E në ato të ke gjë lidhur me Tiranën. Fatkeqësia më e madhe që po na vdesin njerëzit duke marrë Tiranën. Është turp. Dhe kjo ka të bëjë me një diçka që ti komandojmë ne të gjitha, ti kemi me radhë. I komandojnë vim që nga Kruja ai vjen merr tokat në bashkinë e Pogradesit diku më parë apo tjetër. Apo vjen që nga një vend tjetër. Jo, kjo është pronë e pogradecarëve. Më pëlqeu ai zotëria inxhinieri që foli për qytetin dhe tha një llaf të bukur. Ne kemi energji të shtrenjtore. Kemi 11 hidrocentrale në Pogradec. E dini apo jo? Janë në Mokër. Dhe Mokra i ka hidrocentralet, po i merr ai greku i merr tjetër, i merr inipi i ati që ka qenë presidenta, qërë ka qenë. Dhe më në fund do të mbyll me një fjalë tjetër. A jeni dakord që këta zotërinj të mos jetojnë me, të cilët nuk i shërben qytetarëve. Ne duam që qytetari të shërben. Ne duam që qytetari të vejnë hipotekë të marrë atë kartën e hipotekës. Jo të zel një mikë. Dhe me e keqja është që më bëhet shumë qefi dhe dua ta përmend edhe këtë rast që duhet mbrojtur ky qytet dhe e mbrojtni ju. Dhe ju jeni ata që sot më bëhet jashtëzakonisht qefi që shikoj brezineri dhe shikoj njerëzit. Ju uroj suksese, kjo protestë po valbitë flamurin tër botën. Dhe besoj që dhe ne nga vendi tonë. Shumë faleminderit. Në fakt, kush ka dëshirë që të afrohet të vi të mbaj një fjalë, por përpara se të shkojmë tek fjala e folësit të radhës, shumë akuza janë hedhur për protestat. Nuk e di sa nga ju janë agent. Të gjithë bashkë.
që doni vendin tuaj, prandaj dilni sot të protestoni për ta mbrojtur këtë vend nga gjithë ata që duan ta shesin. Ju jeni ata të cilët po e mbroni dhe agjentët e huaj janë ata të cilët paguajnë për ta blejnë e marrin para për të shitur tokat, po shesin ishuj, po shesin tokat e tjera, ndryshojnë kufit. Ta janë agjentët e huaj, jo ju që thoni jo, jo ju që thoni stop. Ishte një batut tjetër që kam dëgjuar shumë shpesh në protestat e ndryshme në kryeqytet, që thonë ngriu nga kafja. Sot nuk është momenti për të qëndruar në kafe, sot është momenti që gjithë të bëhemi bashkë të protestojmë. Ngriu nga kafja! Nuk e di nëse kam dikë tjetër që do të flasi në këtë moment për sa i përket çdo problematike komunitare. Jeni të mirëpritur që të vini, të flisni. Dihet që protesta ka filluar të shtrihet në gjitha qytetet e Shqipërisë. Dje ishte në Korçë, dje dhe Bardhje, Durrësi, Tirana dhe gjithë. Dhe po të shikojmë nga fillimi i protestës se deri tani në këtë moment që jemi, ne jemi shtuar. Dhe gjithmonë do të vi ky numër duke u shtuar sepse nuk ka prapaskena të cilat mendohen, nuk ka prapaskena, nuk ka financime politike. Nuk ka financime tuaja. Armandi është një tjetër aktivist i cili do të flasi dhe vetëm Pellashkët dhe Ilirianët kanë investuar. Sajrande besoj se s'ka numërojnë do se nga ka numëruar sa herë. Kisha dy fjalë duke kujtuar një nga aktorët shqiptar nderi kombit, Kadri Roshi, nëse ju kujtohet batuta dhe dua ta përshtas pak me Pogradecin. Më falni për emocionet se s'kam qenë ndonjëherë kështu në rast e podiumit. Dua t'i drejtojmë kryetarit. Pogradecit po i merren lulishtet e fëmijëve. Na mbron nga gjermanët kryetar. Pogradecit po i merren kullotat. Po i ikën bagëtia, buqësia, blegtoria. Na mbroni nga agjentët e huaj, o zoti kryetar. Pogradecit po i merret e ardhmja. Nuk është momenti për të fjetur. Nuk është momenti për strategjia fatgjata, se sot është e ardhmja. Faleminderit. Na mbroni nga agjentët e huaj. Besoj të gjithë vini mbase në një kafe këtu vërdall dhe gjithmonë shikoni fëmijë që luajnë. Luajnë futboll këtu në këtë shesh të gurë, sepse nuk ka asnjë park. Sepse nuk ka asnjë vend. Imagjinoni ç'do të ndodhi në rast se marrëzia e tyre shkon deri në fund dhe ata ngrenë disa përbinca betoni si këtu dhe në Tushemisht. Tash me kanë ndarë. Rama ka Pogradecin, Berisha ka Tushemishtin, Pogradectarët kanë emigracionin. Kjo ka mbetur. Por, kam një tjetër të ri, i cili do flas tani. Shëndetje të ri dhe të reja të Pogradecit. Komentarimi është i madh për ata që kryen në protesta. Shumë prej jush do thonë po ti ç'ne në këtë protestë. Aktivizimi nuk është për vetë për të rinj, është për këto. Dhe unë i bëj tje gjithë protestuesve dhe i përshëndes, të nderuar protestues, ka zvërneci në Tiranë, bani frymën, rezistojnë deri në orën e fundit, sepse Shqipëria është e jona, nuk është e kryeministit e Tirana, por është e jona. Prandaj shqiptar e shqiptare, të ri dhe të reja, grihuni, sepse kjo qeveri 35 vjet, ku na ka çuar kjo rini? Na ka çuar në popullicim, na ka çuar në
Nuk e di në shumë arsye të ndryshme që nuk mund t'i përmend dot sepse jam i emocionuar. Emocionuar sepse ndjej që Shqipëria kërkon ndryshim, Shqipëria kërkon nuk e di sepse jam shumë i emocionuar sepse e dua Pogradeci, e dua qytetin tim, rreth Shqipëria, rreth Donetsi, fitore! Kanë shumë e gjithë të rinj, duhet që kjo është një protest që përplas shumë edhe pjesën e gjeneratës. Është dhe një kryengritje kundër kësaj kaste të lodhur politike që po detyrohemi që ta ndjekim nga mbrapa, po detyrohemi sepse nuk kemi alternativë. Ka zonja dy fjalë. Jepi vëndale për snajper, më të shqipë. Jepi vëndale për snajper, jepi vëndale për snajper. Një qunë në Gjermani. Që shkon dhe në Gjermani, po të rinë të punon të këtu. Bravo! Jam pensioniste. Që nuk e shkoj në pensionë. Ta vejtë 300.000. Dhe në dyqanës në japin. Bravo! Ja këto janë radhët e pogradecëtarëve, të cilët duan fiton sot me zot lart dhe nuk kanë pasur mundësi. Tani protesta ka planifikuar që ne të bëjmë marshim deri tek vendi, deri tek skena e krimit, atje ku duan të ndërtojnë, atje ku duan të shkelin të gjithë qytetarët nëpërmjet arrogancës dhe mosdëgjimit për të ndaluar këto projekte të cilat shkatërrojnë. Juftoj që së bashku të gjithë të marshojmë drejt Odeonit, drejt oktapodit qytetit, atje ku pritet dhe është planifikuar të mbajt një investim strategjik në Kojza, që në fakt nuk do të bëj asgjë shumë, por të shkeli standardet e UNESCO-s, të shkeli vetë kriteret e një qyteti të pastër, një qyteti të gjelbëruar. Pse nuk marrim minimumi të marrim një shembull nga fqinjtë tanë? Pse nuk marrim një shembull nga Struga? Pse nuk marrim një shembull nga Opri? Janë dy qytete që nuk janë urbanizuar, po qëndrojnë të paprekura nga ndërtimet e larta. Pse nuk i duam që Pogradeciu të jetë i bukur dhe më i bukur se ata qytete? Nga ana tjetër dua të them që protestën e radhës ne do ta njoftojmë në një moment të dytë. Ne do të bashkojmë kauzave të ndryshme sipas mundësive tona në Korçë, në kryeqytet, atje ku të gjithë bashkëqytetarët tanë, pa dallim feje, pa dallim krahine, dalin në shesh vetëm për një qëllim, ti thonë stop keqeverisjes, stop arrogancës. Po ikim. Hajde. Mbajmë live. Telefonin të mbajmë. Veti sa plane po mundet. Redi. Bëj sa plane nga lartë. 5 vjetë, nuk do t'i përmbedhe me një fjalë. 35 vjetë. Ja është problematik.
Si? Jo si qemi ku. Është bllokuar. Më bëj